Mi mbrëma të ndëruar shikues e ju adhurues të basketbollit, mirë se erdhët në një tjetër mbrëmje të madhe të basketbollit, ku gjiron e tretë do ta mbyllim me super derbin ndërmjet kampionit në fuqi Trepçës dhe nën kampionit Bashkimit direkt nga palestra e zjarrt Minatori, ndërsa sonte bashkë me juve do t'jem unë Ulpiana Emra, po shojmë edhe pesët startuese Russell Payne, Mushic, Hajrizi dhe Brown startojnë tek skuadra e Trepçës. Në anën tjetër tek Bashkimi startojnë Palukaj, Anderson, Cousins, Lake dhe Zeqiri. Fillimisht do të kemi 1 minutë hishtje për nder të Albin Fodajt, i cili tje unda nga jeta. Pra, dje e kemi marrë lajmin që unda nga jeta Albin Fodaj, ish basketbolist i skuadrës së Yllit, lojtari i Superligës, gjithashtu ka qenë edhe antar i bordit të Federatës së Basketbollit të Kosovës. Në emrin tim personal, si edhe gjithë stafit të Art Motion, i shprehim ngushëllimet më të sinqerta familjes Fodaj dhe gjithë komunitetit të basketbollit, teksa starton derbi i finalistëve të vitit të kaluar me një ngulitje të shpejtë nga skuadra e Trepçës, asistimin Triljon Hajrizit për Brown, pikët e para të Mitrovicasve, të cilët sot janë me 2 mungesa. Në anën tjetër nuk qëllon nga afërsia Lejson Zeqiri. Shaun Jones nuk është sot në përbërjen e Adis Beqiragicit, e gjithashtu edhe Batëntuna ka pasur probleme ditëve të fundit me dhimbje në shpinë dhe nuk ka qenë gjendje të jetësonte edhe një herë Brown me ngulitjen e 2 të tij dhe pikën e 4 qysh në start të ndeshjes. Në anën tjetër Isaiah Cousins nuk qëllon, Lake më i lartë në kërcim, Erik than dubin tek Anderson, Lake deri në fund shkon tek One, Lake realizon, ndalët edhe me personale për t'i realizuar pikët e para të skuadrës së Bashkimit, ndërsa do të ketë edhe një gjuajtje të lirë, personalja e Brown është i sakt Diquan Lake nga vija e gjuajtjes së lirë për të shkrirë në 4-3 rezultatin. Pas 2 ngulitjeve eksprese të Brown, përgjigjen me Lake Prizrenasit, Brown të Mushic, Hajrizi dëgjuan për 3, Triljon Hajrizi realizon 7-3 seri e Trepçës në start të derbit. Lake i vetmi që ka realizuar tek Bashkimi në këto minutat e para. Anderson, Palukaj, Palukaj gjuan për Treshe për të përgjigjur, por nuk është i sakt topi në duart e Triljon Hajrizit. Payne, Russell, pa presionin e Cousins e gjenë gjithsesi depërtimin, realizon Russell, depërtimi bukur i tij, pavarësisht presionit në mbrojtje, për të vazhduar me realizime Mitrovicasit, pak në këto minutat e para më të motivuar. Në anën tjetër Asera dhe nuk qëllon Isaiah Cousins, mbetet 9-3 rezultati. Brown, Mushic, Hajrizi, lëvizje mirë e tij, këtën edhe personalin Triljon Hajrizi, personalja e Lejson Zeqirit. Bailey përgatitet të futet në lojë, do t'ullet Isaiah Cousins, cili i pati 2 tentime me një herë në start
të kësaj përballje me lojën e tij, atë që e karakterizon loja e tij 1-1, gjithsesi nuk arriti të i realizon ato 2 tentime nga gjysmë distanca, sa zëvendësohet me njëherë nga trajneri Jovovic. Payne në anën tjetër, asaj nuk qëllon nga gjysmë distanca, shini se e merr top. Brown, Bailey nga duart ja mori topin, gjithsesi përfundoi jashtë vijave, nuk arriti të mbanë pronësinë e topit. Shohim presionin tani të skuadrës së Trepçës në mbrojtje. Anderson, Klison Zeqiri, Lake, Palokaj të Bailey. Mbrojtje e mire Mikajlet Mushic, topi vjedhur i Mitrovicasve. Ajrizi ka një treshë ndalet kësaj radhe, afër tij Klison Zeqiri. Payne, Mushic, bukur tek Brown, pa faul, ngrit me një herë dorën Dikwan Lake. Sa shohim të reagojnë banka e Trepçës, kërkojnë faul jo sportiv nga Dikwan Lake. Po e diskutojnë gjyqtarët edhe njëherë këtë rast Gjelan Momini dhe Arjan Kera do të vinë të e rishikojnë edhe njëherë momentin nëse pati faul jo sportiv nga Dikwan Lake. Lusim regjin ta kemi edhe njëherë rastin e fundit. Atëherë pasi që u rishikua rasti edhe njëherë u vendos që është faul jo sportiv i Dikwan Lake, nuk pati kontakt në top, por direkt në krahun e Brown, ashtu po interpretoj atë se çka e than dyshja e referëve për këtë arsye, janë mbajti krahun Brownit dhe ka shkaktuar faul jo sportiv, nuk qëllon Brown në tentimin e tij të parë. Uq, ai i cili realizoi ato 2 ngulitje eksprese në start të ndeshjes. Nuk e qëllon as quajtjen e lirë të dytë. Chad Brown. Payne. Russell. Ka presionin Klison Zeqirit, nuk pati hapësirë të pason aty tek drilon Ajrizi. Payne dëgjuan, nuk pati zgjidhje tjetër. Topi në duart e Mikajlet Mushic. Ajrizi ka një treshë, tenton edhe një herë, nuk është i saktë topi. Përfundon jashtë, do i takojnë skuadrës së Bashkimit, që ka mbetur në ato 3 pikë të realizuara nga Dikwan Lake në atë faul kësht të tij. Qëlloj edhe quajtjen e lirë më pas. Palokaj. Lake e kthen topin edhe njerë tek Anderson. Ka presionin e gjenë anën e kundërt Bailey që gjuan për 3 pikë. Realizon Bailey për të shkrirë avantazhin në 9-6, kur kanë kaluar tashmë 4 minutat e para të kësaj përballje. Ta mbyllim gjirën e tretë me super derbin. Me të vërtetë kemi pasur ndeshje mjaft mira. Në këtë gjiro vjen tentimi për treshë edhe në anën tjetër nga Russell, i cili nuk ishte i saktë. E në anën tjetër Bailey dua 1-1 me Mikajlet Mushic. Duvin tek Lake. Dikwan Lake edhe një herë vetë shkon deri në fund, edhe një herë realizon për të shkrirë në një epërsinë e skuadrës së Trepçës 9-8. Payne.
Russell. Mushic tek Brown. Topin tek Mikajlët Mushic. Gjuajti për 3 pikë faulli, Jan Palukajt ishte shumë pranë ti gjyqtari Xhelal Mumini. Do të zëvendësohet me një herë Jan Palukaj, u nis të shkojë në bank. Në lojë në vend të tij Valon Bunjaku, minutat e para për Bunjakun. E shohim edhe njerë, ky është momenti personale së Palukajt. Një prekje e lehtë, por e mjaftueshme për të konsideruar personale. Qëllon në tendimin e parë Mikajlët Mushic. Pikë të para të Mushic. Realisht ishte edhe tentimi i parë i tij nga loja sonte, në të dytën nuk është i saktë. Shohim edhe bankën e skuadrës së Trepçës në krye me Adis Beqiragiqin, i cili tashmë po spekulohet që do të jetë trajneri përfaqësues së Kosovës sot. Faqja nëmër 1 e basketbollit në vend Asisti Online publikoi lajmin. Valon Bunjaku. Tek Lejsan Zeqiri plotësisht i vetmuar, gjuan për 3 pikë. Realizon Lejsan Zeqiri, barazohet gjithçka në 11-11. Kur kanë kaluar tashmë 5 minutat e para, Payne tek Russell. Topi vjedhur nga Anderson, gjithsesi nuk arrin të e mban brenda vijave. Kian Anderson. Sa shohim edhe një treshën e Lejsan Zeqirit, që barazon rezultatin në 11-11, pavarësisht startit të top të bashkimit ku 9-3 nisi Trepça. Shumë gradualisht po nivelizohet dueli. Payne, bukur tek Brown. Deri në fund Chad Brown nuk arriti të qëllon. Dikuan Lake, larti në kërcim. Jaku tek Bailey, deri në fund nuk është i saktë. Topi në duar të Air Russell përfundon. Driliona Irizi realizoi paraprakisht nga kjo pozit, ju kësaj radhe Chad Brown më i larti në kërcim. Dikuan Lake nuk e lejon. Në 2 raste e blokon Dikuan Lake Chad Brownin. Nuk ishte i lumtur, nësa e shojmë edhe njerë personale ndaj Kian Anderson, tash nuk ishte i lumtur Chad Brown as pak që nuk pati personale ndaj ti. Në lojë tek Trepça, Hamzil për herë të parë sonte ullet për pushuar Russell. Erik të ndopin në lojë Bailey për Kian Anderson. Valon Bunjaku. Bunjaku tek Zeqiri, bukure, sheh aty nën kësh. Dikuan Lake, i cili realizon edhe një herë i haruar nga mbrojtja e Trepçës. Për herë të pare kalon në epërsi skuadrën e bashkimit 11-13. Përgjigjen Prizrenasit duke marrë avantazhin. Payne në gjuan për 3 pikë. Nuk është i saktë edhe një herë. Brown në kosh me kërcim në sulm. Nuk arriti të realizon, por është dalur kësaj radhe me personale. E këta e shoh këtu pranë trajnerin e skuadrës bashkimit Jovovic, që po kërkon box out apo mbyllje të lojtarëve pasi Mitrovicasit po i marrin kërcimet në sulm. Brown në qëllon tentimin e parë kësaj radhe nga vija e gjuajtjes së lirë, teksa shohim një bisedë të kapitit me Adis Beqiragiqin. Përgatitet Ardan kapitit futet në lojë. Ishte ullur Beqiragiq të ajo kariga ku presin të futën në lojë lojtarët. Do të ullët Chad Brown.
Dardan Kapiti në loj. E në anën tjetër, zëvendësim kuadre tek bashkimi. Bickerstaff në loj. Bunjaku. Trojtje mirë shkurt e Amzil, nuk arriti ta vjedha top, i përmençëm Lejson Zeqiri. Bickerstaff tek Bailey, në mesin e 3 lojtarëve, ka faul. Personalja e Dardan Kapitit. Jep 2 të lira Baileyt. E në loj tashmë edhe Adnan Arslanagic. Në vend të Mikajlet Mushic. Në shojmë edhe njerë personalen ndaj Bailey. Realizon në tentimin e parë. Të para edhe për Arslanagic, reprezentuesin e Bosnjës së Hercegovinës. Në të dytën nuk është sakt, por Bickerstaff e gjen Bailey, por ai gabon e hapa, nuk arriti të kontrollon atë pasim. Bailey 13-14 rezultati, kur janë edhe 2:59 deri në përfundim të çerekut të parë të derbit të girës së tretë në Progredit Super League. Dy skuadra që po na përfaqësojnë në FIBA Europe Cup, që të dyja në këtë ndeshje erdhën pas humbjeve që i pësuan. Dardan Kapiti deri në fund shkoj, nuk arriti të realizon, por është dalur me personale. Është TJ Bickerstaff ai që ka shkaktuar faul. E shohim edhe një herë personalin e Bickerstaff. Nuk shëllon Dardan Kapiti në tentimin e tij të parë dhe tashmë skuadra e Trepçës i ka humbur 7 gjuajtje të lira deri më tani. 8-1 janë nga vija e gjuajtjes së lirë. 9-1. Përqindje katastrofale e Mitrovicasve nga vija e të lirave në këtë çerek të parë. Anderson tek Bunjaku. Bailey Afërti, Triljon Ajrizi do të gjuan për 3, nuk është i sakt. Bickerstaff, deri në fund, TJ Bickerstaff është i sakt e ndalet edhe me personale. E shojmë edhe një herë, e merr kërcimin në sulm. Vazhdon lojën e tij 1-1 me Dardan Kapitin, i cili e uli dorën e djallë duke shkaktuar faul. Jep edhe një gjuajtje të lirë TJ Bickerstaff, i cili është i sakt 13-17. Kjo është e vërsia më e thellë e skuadrës së bashkimit. Trepça pati epsi në fillim deri në +6. Arslanagic që ka Brown, falon Bunjakun. Amzil tek Triljon Ajrizi. Me një shkojnë 2 vishimi, por kthehet tek Arslanagic, valon Bunjaku që shkakton faul. U vonuat tek lojtari i tij Bunjaku, me që raste edhe shkaktoi faul më pas. Edhe 2 të lira do t'jenë për Mitrovicasit. Sakt Arslanagic për herë të parë në vijën e gjuajtjes së lirë. Shojma do ta përmirëson përqindjen e gjuajtjeve të lira. 10-1 është seria e Trepçës. Vetëm një gjuajtje e lirë e realizuar. Do të zëvendësohet Isaiah Cousins. Kthehet në lojë, gjithsesi gjyqtarët po i thonë të pret derisa të përfundojnë gjuajtjet e lira, më pas do të zëvendësimi. Anderson do të ullet, Cousins do t'jetë në lojë në vend të tij. E qëllon Arslanagic të dytën. Vetëm shënimi i dytë nga vija e gjuajtjes së lirë nga Mitrovicasit, patën 11 tentime.
14-17, më pak se 2 minuta të në përfundim të çerekut të parë. Bailey, shojnë presionin gjithë fushën, por lejtë e kalojnë kësaj radhe. Prizrenasit, Cousins tek Bunjaku, shojnë mbrojtjen zonale, Bickerstaff. Bunjaku, e ka shkelur vijën, Valion Bunjaku, topi humbur, nuk pranohet treshja, mbetet 14-17 rezultati, 1-20 deri në fund. Çereku të parë, Astanagic. Payne. Tek Amzil. Zachary Payne. Pen topin tek Trilon Hajrizi, e gjen korridorin Hajrizi, shkon vetë deri në fund, nuk arriti të realizon. Merr topin Isaiah Cousins, Bickerstaff tek Bunjaku, në kundërsojnë realizon Valion Bunjaku. 14-19. Astanagic tek Trilon Hajrizi. Payne. Hajrizi, afërti e ka Bailin. Luan 1-1. Trilon Hajrizi, shkon pasi tek Dardan Kapiti, që qëllon 16-19. Pikë të para edhe për Dardan Kapitin. Cousins. Zia Cousins e humb topin në kundërsul nisën Mitrovicasit, Amzil Huq. Dardan Kapiti gjithsesi është aty për ta përmirësuar. Çfarë huqe nga Amzil. 18-19 sekondat e fundit të çerekut të parë. Cousins. Bailey. Deri në fund nga gjysmë distanca, nuk është i sakt. Amzil më i lartë në kërcim dhe përfundon 10 minutëshi i parë me embërsinë minimale të skuadrës së Bashkimit. 18-19. E nisi më mirë Trepça me seri 9-3 gjithsesi. Më pas u rikthye skuadra e Bashkimit duke e marrë avantazhin. Shkoj me pak marketing për të u rikthyer me çerekun e dytë. A e din qa, kom vendos me andru tekstin kongës. Kusht ka thonë ty m'bank me shku, ka gabu, hape llogarin ti këtu, ngam ti mu. Hape llogarin në bankën ProCredit 100% online me nënshkrim digital dhe zgjat pakën që të përshtatet ty. O heq breski nevoj për këtë punë bankë me shku? Ngam ti mu. Banka ProCredit. Ngoti yllin. Siguroje jetën në Illyria Life. Pra një 10 minutësh që nisi me dominimin e Mitrovicas e më pas vazhdoi me rikthimin gradual të skuadrës së Bashkimit. Trepça pati e përsi deri në +6 pas asaj serie prej 9-3, megjithatë më pas Bashkimi e mori avantazhin, shkoi edhe deri në +5, por 10 minutë i parë përfundoi 18-19, po i shohim edhe statistikat dhe e thash ajo që ishte pika më e dobët tek Mitrovica, si t'ishin gjuajtjet e lira, gjithsesi tashmë janë përmirësuar paksa pasi patën shumë huqe. Ishte një seri prej 9-1 fillimisht. Shohim edhe statistikat Brown më i dalluari, statistikat personale pra tek Trepça me 6 pikë të realizuara në këto 10 minutat e para. Në anën tjetër tek skuadra e Bashkimit 7 pikë nga Dikuan Lake, i cili i ka marrë edhe 3 kërcime. Bunjaku. Valion Bunjaku tek Isaiah Cousins. Bunjaku e sheh Bailey në anën tjetër, realizon edhe një herë Bailey, treshja e tij e dytë nga pozita e njëjtë.
edhe një treshë të njëjtë pati tani mbrojtje e mirë e skuadrës së Bashkimit. Valion Bunjaku e gjen Bejlin, realizojnë Prizrenasit 5 pikë të shpejta të Bashkimit për 18-24. Kjo është tepërsia më e thellë e skuadrës së Bashkimit. Arstanagi që kthen topin tek Mikajlet Mushic. Mushic tek Russell, dëgjuan për 3 pikë. E shkurtër gjuajtja topi direkt në duart e Bailey që niset shpejt në kundërsulm. Bailey duan 1-1, është një mismatch aty me Russell. E kthen topin tek Lejsan Zeqiri, ka një treshe edhe ai, edhe një herë është i sakt. Lejsan Zeqiri nis Bashkimi me seri të shpejt në qerekun e 2 të përballjes, duke krijuar reversim prej 9 pikëve. 8 pikë eksprese nga Bashkimi, 2 treshe nga Bailey e Lejsan Zeqiri, si edhe ajo dyshja në fakt e Baileyt, e detyrojnë trajnerin Adis Beqerakit që të kërkon time-out për të ndalur këtë start të mirë të qerekut të ditë të dytë të portokallezinjeve. Loj e mirë në këto momente nga Bailey, i cili tashmë po luan me 9 pikë, 3 kërcime, 2 asistime, duke u bërë lojtari më i dalluar tek skuadra e Bashkimit, u ngritë nga banka rezerv Bailey për të inkuadruar. Shohim a dy ketë përgjigje tani skuadra e Trepçës, që sonte e përmenda edhe në fillim po luan me 2 mungesa. Është Sean Jones, ai i cili nuk është rikuperuar edhe mëtej, nuk ishte i gatshëm paraqitet, ndërsa sonte mungon edhe Batën Tuna, i cili në duelin e fundit ishte lojtari më i dalluar tek Mitrovicasit me double-double për 24 pikëve, 10 kërcimeve, 6 asistimeve, por sipas informatave që i kemi për shkak të një dhimbje në shpinë, nuk ka qenë i gatshëm që sonte të paraqitet. Russell luan 1-1 me Bickerstaff. Aslanagic afërti Valion Bunjaku, e gjen hapësirën Gjuan Aslanagic, nuk arriti të realizon dhe nuk arriti as të prek harkun. Përfundojnë sekondat e aksionit të skuadrës së Trepçës, teksa do kemi zëvendësim të 2 fisht. Brown e Hajrizi në loj, Amzil dhe Dardan Kapiti ulen për të pushuar. Valion Bunjaku, The Cousins, Zia Cousins, dëgjuan për 3 pika i Zia Cousins, nuk arriti të realizon topin e duart e Bickerstaff, afërti është Mikajlet Mushic, por nuk ka problem, realizon edhe një herë i sakt. Bickerstaff tani mbrojtje fantastike e Zia Cousins, deri në fund realizon, ndalet edhe me personale. Do tjetë edhe në vjen në gjuajtje së lirë. Dhe shojmë edhe një herë rastin personalen e Aslanagic, i cili e humbi topin, shirim mbrojtjen e Zia Cousins, i vëmendshëm, shpejt u nis në kundërsulm, sa ky ishte faulli i Aslanagic ndaj Cousins, që qëllan këtë edhe një gjuajtje të lirë. Pikët e para të Cousins sonte nuk e qëllan gjuajtjen e lirë. 18-31, shme përsi 2 shifrore e skuadrës së Bashkimit. Payne, qekoj Payne, Gjuan nuk është i sakt, topin e duart e Chad Brown, edhe njëre merë kërcimin në sulm, me të rikthyer në fush, është kërcimi i tij i 4 në sulm. Ky është njëri nga problemet që Bashkimi po ballafaqohet në këtë ndeshje. Gjithsesi nuk ka problem, Zia Cousins në anën tjetër shkon dhe realizoi edhe një herë në depërtim për plus 13.
Topi humbur nga Drilon Ajrizi, nisën në kundërsulm Prizrenasit Bailey. Nuk arriti të realizon, teksa as Lejson Zëqiri të e përmirëson edhe njerë Bickerstaff. Vjen për të qëlluar 35-20 e përsi prej 15 pikëve e skuadrës së Bashkimit. 15-2 seri, Payne deri në fund nuk është i sakt. Nuk është aty asnjëri nga lojtarët e Trepqës lehtë e marrin topin Prizrenasit. Valon Bonjaku për 3, nuk gjuan, nuk shënon falni. Nisën Mitrovicasit në kundërsulm. Vin pikët nga Russell. Unë gut pak sa Bonjaku me atentim për treshe, nuk i pëlqeu kjo as trajnerit Jovovic. Bonjaku të Cousins. Bailey tek Bickerstaff. Cousins do gjuan për 3, realizon edhe për 3 pik. Isaiah Cousins që nuk e nisi mirë ndeshjen në ato tentimet e tij të para, 3 herë huqi fillimisht, kurse tashmë qëllon pikën e tij të 7 për 22-38. Tmushic humb pak ekuilibrin, nuk arriti të realizon, nisën në kundërsulm. Cousins zgjedh të shkon vet, qëllon Isaiah Cousins për të e thelluar edhe më tepër e përsin e portokale zinjëve. 22-20. Probleme për Adis Beqiragi që kërkon time-out. Kërkoj time-out edhe paraprakisht për të ndalur serinë e skuadrës së Bashkimit. Gjithsesi, Prizrenasit fantastik në start të qerekut 2 të kësaj përballje, hiç më pak se 21-4 është seria momentale e skuadrës së Bashkimit që nuk po din të ndalen së realizuari. Tashmë në këto momente ka marrë udhëheqjen e ekipit Isaiah Cousins, paraprakisht ishte Bailey, e që të dy tashmë po luajnë me nga 9 pikë. Gjithsesi Bailey ka kompletuar performancën e tij, e përmenda edhe me 5 kërcime e 3 asistime. E me nga 7 pikë po luajnë Lake e Bickerstaff. 6 ka Lejson Zëqiri, 2 treshit të tij nga 2 tentime, si edhe Valon Bonjaku me 2 pikë. Në anën tjetër tek Trepqa po e shohim më i miri në fushë Chet Brown me 8 pikë, 6 kërcime dhe nga 6 kërcime 4 i ka marrë në sulm. Aty e thash edhe më herët, aty po qalonte me momente skuadra e Bashkimit. Gjithsesi ka problem pasi që e përsia vazhdon të jetë e thellë. Payne tek Tmushic. Payne e gjen dëpërtimin e pati hapësirën dhe shkon vetë deri në fund, realizon Jackery Payne për 24 me 20. Anderson tek Jan Palukaj, i cili është rikthyer në fushën vend të Valon Bonjakut. Shohim mbrojtjen zonale të skuadrës Trepqës. Ndalet vetë për të tentuar Lejson Zëqiri, nuk arriti as kësaj radhe të realizon nga afërsia, teksa shkakton faull në anën tjetër ndaj Drilon Ajrizit. I ndodhi rasti i njëjtë Zëqirit edhe më herët nga pozita identike huqi, por nuk po huq nga treshet. Sa në anën tjetër nuk e lejon dëpërtimin e Drilon Ajrizit. E ndali me personale. Thash të dyja skuadrat vinë nga humbjet që i kanë pësuar në kuadrët të ndeshjeve të tyre në FIBA Europe Cup. Trepqa pësoj këtu nominatorin nga skuadra gjermane Braunschweig 84 me 70, ndërsa Bashkimi nga skuadra italiane Reggiana. Atëherë rishikuaj edhe një herë koha në semafor.
Tjenë 4:47. Deri në përfundim të çerekut të dytë dhe pjesë së parë të përballjes. Bashkimi tashmë me përsi 20-24. E isha duke thënë që pësuan për strenasit thellë në Itali. Vjen depërtimi i Payne, nuk arriti të realizon kësaj radhe. Në moment që Cousins nuk e lejon Brownin që ta marrë atë kërcim në sulm. Jan Palokaj Gjuan edhe ai realizon 24-23. Loj larg më e mire Bashkimit në çerekun e dytë. Këtë po e tregon edhe vetë rezultati. Tmoshić gjen ndërtimin. Ka faul nga Lejson Zeqiri. Tjetë në vjen e gjuajtjes lirë Mikhail Tmoshić. Ullet Bickerstaff, ndërsa në loj kthehet Dikuan Lake. Kontribut i mirë i Bickerstaff me 7 pik, 5 kërcime, 3 asistime e 2 topa të vjedhur në 9 minuta e 19 sekonda sa i pati në dispozicion. Qëllon Tmoshić në tentimin e tij të parë. Janë të dytën është i saktë. Do të kemi zëvendësim tek skuadra e Bashkimit. Në lojë do të futet Meritan Ismaili. Gjithsesi para prakisht e patë një duel të vogël Mustafa Hamzil me Lejson Zeqirin dhe ja tërheq vërejtjen gjyqtari Eldin Uglari. Ullet Zeqiri për të pushuar 6 pikë të tij, 2 asistime. Meritan Ismaili tek Jan Palokaj. Jan Anderson. Palokaj. Gjuan nga gjysmë distanca, nuk është i saktë, topi në duart e Payne. Vizje e mirë e tij, ka faul, ndal kundër sulmin Jan Palokaj. Topi do t'jetë anash, teksa janë 21 sekunda deri në përfundim të aksionit të skuadrës Tripçës. 3:24 deri në përfundim të pjesës së parë. 24-8 seri e Bashkimit në çerekun e dytë. Payne. Brown është mismatch aty me Meritan Ismaili, nuk arriti të realizon. Topi përfundon në duart e Hamzil, asaj nuk qëllon, edhe njëherë merr topin as kësaj radhe, edhe një tjetër kërcim në sulm, kësaj radhe realizon